Ushqimi pastron toksinat, forcon memorien dhe aktivizon mbrojtjen natyrore kundër kancerit. Pjesa 1. Në një botë ku ajri që thithim është i ndotur, ushqimi i përpunuar ka pushtuar tryezat tona dhe stresi po na gëryen trurin çdo ditë. Trupi i njeriut po lufton në heshtje. Çdo ditë, çdo orë, shumica e njerëzve ndihen të lodhur pa arsye, me harres të shpeshtë, me fryrje, dhimbje stomaku, me tru të mjegullt dhe me frikë të brendshme nga sëmundjet e rënda. Por çfarë nëse një ushqim i vetëm, i lirë, natyral dhe i njohur prej shekujsh, ndihmon trupin të pastrojë toksinat, të ushqejë trurin dhe të aktivizojë mbrojtjen qelizore kundër kancerit? Ky ushqim është brokoli dhe familja e tij. Dhe jo, kjo nuk është modë, por shkencë. Truri juaj po vuan në toksinat, të pesë harrojmë. Harresa nuk vjen vetëm nga mosha. Ajo vjen nga metalet të rënda në trup, inflamacioni vazhdueshëm, mungesë oksigjeni në tru, dëmtimi qelizave nervore. Brokoli përmban sulforafan, një përbërës aktiv që aktivizon enzimat e detoksifikimit në mëlçi, uli inflamacionin në tru, mbron neuronet nga dëmtimi oksidativ. Studimet të shumta tregojnë se sulforafani ndihmon funksionin kognitiv, veçanërisht e personat mbi 40-50 vjeç. Truri i pastër, memorie më e fortë. Detoksifikimi, trupi ka nevojë për ndihmë. Trupi ynë është i zgjuar, por nuk është i pathyeshëm. Çdo ditë ai përballet me pesticide, konservant, tym, alkool, sheqer të tepërt. Brokoli stimulon mëlçin, organi kryesor i pastrimit, ndihmon veshkat, pastron gjakun, ul stresin oksidativ. Nuk pastrohet trupi me çajra mashtrues, por me ushqim që flet gjuhën e qelizave. Për kanceri, çfarë thot shkenca, e thash themet? Le të jemi shumë të qartë. Asnjë ushqim nuk vret kancerin i vetëm, por disa ushqime ndihmojnë trupin të luftojë dhe të parandalojë zhvillimin e tij. Brokoli dhe perimet krucifere ndihmojnë në frenimin e rritjes së qelizave anormale, mbështesin apoptozën, vdekjen natyrale të qelizave të dëmtuara, zvogëlojnë inflamacionin kronik, terren ideal për kancerin. Instituti Kombëtar i Kancerit dhe shumë universitete prestigjioze kanë studiuar këtë efekt. Gabimi e bëjnë 90% e njerëzve. Shumica e zjejnë brokolin derisa humbet çdo vlerë. E han rrallë ose fare. Brokoli i tejzier është pothuajse i vdekur ushqyeshëm. Në pjesën tjetër do të shpjegoj si ta konsumoni saktë, sa herë në javë, kush e kë duhet ta teproj, kombinimet që e shumëfishojnë efektin. Shenjat e trupi reagon pozitivisht. Pas 2-3 javësh konsum të rregullt, shumë njerëz raportojnë mendje më të kthjellët, më pak fryrje, energji më të qëndrueshme, gjumë më të mirë, përqendrim më të fortë. Trupi flet, ne thjesht duhet ta dëgjojmë. Sekreti i vërtet që shumë e shkatërrojnë pa e kuptuar. Nëse hani brokolin gabim, ai nuk ju ndihmon. Madje në disa raste, humbet mbi 70% të fuqisë së tij ushqyese. Dhe ky është realiteti. Gabimi numër 1, zjerrja e gjatë. Shumë njerëz mendojnë, sa më i butë, aq më i shëndetshëm. E kundërta është e vërtetë. Kur brokoli zihet mbi 5-7 minuta, futet në ujë të valuar pa kontroll, lihet të shkrihet, sulforafani shkatërohet. Ai është përbërësi kryesor që pastron toksinat, mbron trurin, ndihmon mbrojtjen qelizore. Brokoli i tejzier është vetëm fibër pa shpirt. Së duhet të përgatisni të funksionoj. Ja 3 mënyrat më të fuqishme. 1. Avull për 3-4 minuta, e mirë. Ruan enzimat. Aktivizon sulforafanin. Mban ngjyrën jeshile të fortë. Në momentin që bëhet jeshil i errët dhe pak krokant është gati. 2. I papërpunuar për trurin. I grir whole. I lën 30-40 minuta para konsumit. Kjo kohë lejon aktivizimin maksimal të përbërësve mbrojtës. 3. I skuqur lehtë e i djegur. 2-3 minuta. Vaj ulliri. Temperaturë e ulët. Sekreti e rrallë e përmendin. Duhet të zgjosh. Brokoli nuk është aktiv me njëherë. Kur e cotoni, e grini, ose e përtypni mirë, aktivizohet myrosinaza, enzima që krijon sulforafanin. Prandaj, priteni. Lëreni 30 minuta.
Pastaj gatuajeni shkurt. Kjo rrit fuqinë deri në 3 herë. Kombinimet e shumëfishojnë efektin me hudhër. Pastrimi gjakut. Antibakterial. Mbrojtje e zemrës. Me vaj ulliri. Përthithje më e mirë. Mbrojtje e trurit. Mos e kombinoni me salca industriale. Memoria. Pësë disa ndjen ndryshim të shpejtë. Kur trupi pastron gjakun. Përmirëson qarkullimin. Truri furnizohet më mirë me oksigjen. Rezultati. Përqendrim. Kujtes. Qartësi mendore. Jo mrekulli. Biologji e pastër. Kush duhet të ketë kujdes? Brokoli është i shëndetshëm, por personat me tiroide mos e teprojnë të papërpunuar. Personat me zorë shumë të ndjeshme filloni ngadalë. Gjithmonë moderim, jo ekstrem. Së shpesh duhet të hani 3-4 herë në javë. Një filxhan në ditë është mjaftueshëm. Konsistenca është qelësi. Pse për disa është mrekulli dhe për disa nuk bën asgjë. Nëse ke dëgjuar dikë të thotë, e kam ngrënë brokolin, nuk pash asnjë ndryshim. Ai person nuk gënjen, por as nuk ka të drejtë plotësisht, sepse ushqimi nuk funksionon si ilaç. Ai funksionon si sistem. Gabimi numër 2, për vazhdon të helmosh trupin. Ja realiteti brutal. Nuk ka brokoli që kompenson sheqerin e tepërt. Neutralizon alkoolin çdo ditë. Fshin ushqimet ultra të përpunuara. Nëse ha bukë të bardhë çdo ditë, pi pije të gazuara, flekeq, jeton me stres konstant. Trupi nuk ka hapësirë të shërohet. Brokoli ndihmon, por nuk bën magji. Truri e pastrohet brenda një nate. Memoria përmirësohet gradualisht. Kërkon javë, jo ditë. Varet nga qarkullimi, gjumi dhe ushqimi. Shumë njerëz dorëzohen pas 5-7 ditësh. Gabim. Ndryshimet reale ndihen pas 3-6 javësh konsum të rregullt. Shenja të trupi detoksifikohet. Këto janë shenja normale, jo negative. Urinim më i shpesht. Jashtëqitje më e rregullt. Pak lodhje ditët e para. Fryrje që më pas bie. Trupi po pastron mbetjet e grumbulluara prej vitesh. Mos e ngatëroni pastrimin me përkeqësim. Miti i rrezikshëm vret kancerin. Le ta themi troç. Asnjë ushqim nuk vret kancerin i vetëm, por disa ushqime e bëjnë trupin më armiqësor për qelizat anormale. Mbështesin sistemin imunitar. Ndihmojnë mëlçin të eliminojë toksina kancerogjene. Brokoli është mbështetës, jo zëvendësues i mjekimit. Kush thot ndryshe, gënjen njerëzit e sëmurë. Pse shkenca e mbështet? Përbërësit aktiv të brokolit ulin inflamacionin kronik. Përmirësojnë shprehjen gjenetike mbrojtëse. Ndihmojnë qelizat të riparohen. Kjo është arsyeja pse popullatat që han shumë perime krucifere kanë rrezik më të ulët për disa lloje kanceri. Jo garanci, probabilitet më i mirë. Kush e këtë të ndjej efektin fort? Njerëzit që e han rrallë, ata që e ziejnë tepër, ata që presin rezultat të menjëhershëm, ata që vazhdojnë zakone të dëmshme. Trupi nuk është buton on-off, e vërteta ka shitet shumë. Shëndeti nuk ndërtohet në 3 ditë, nuk blihet në farmaci, nuk vjen nga një ushqim i vetëm, por një ushqim i mirë i përdorur sakt mund të ndryshojë drejtimin, dhe brokoli është një nga ata. E vërteta finale, plani i thjesht që funksionon. Pas gjithë asaj që u tha, tani vjen pyetja kryesore. Çfarë duhet të bëj konkretisht? Jo teori, jo fjalë të bukura, veprim. Plani praktik 7 ditor i thjesht, real, dita 1-2. Një filxhan brokoli. I zier në avull 3-4 minuta. Me pak vaj ulliri. Pa bukë të bardhë, pa salca industriale. Qëllimi, zgjohet sistemi tretës. Dita 3-4. Brokoli i grir lehtë. I lën 30 minuta para gatimit. I kombinuar me hudhër. Qëllimi. Aktivizohet detoksifikimi. Dita 5-6. Brokoli, perime të tjera jeshile. Pak proteine lehtë, vezë, peshk. Qëllimi. Ushqim për trurin dhe qelizat. Dita 7. Pushim ose sasi e vogël. Shumë ujë. Gjumi mirë. Qëllimi. Trupi të përpunoj përfitimet. Këtë cikël përsëritet çdo javë. Çfarë ndryshon realisht e premtime boshe?
Pas disa javësh, mendje më e kthjellët, më pak lodhje, tretje më e mirë, ndjenje lehtësie në trup. Jo sepse brokoli është magjik, por sepse trupi fillon të funksionojë siç duhet. Mesazhi është shumë e këduan të dëgjojnë. Nuk ka ushqim që shëron gjithçka, vret sëmundjet i vetëm, zëvendëson mjekun, por ka ushqime që ulin rrezikun, ndihmojnë trupin të mbrohet, forcojnë sistemet natyrore. Brokoli është një aleat, jo shpëtimtar. Për karë është ideal kë ushqim. Mbi 40 vjeç. Njerëz me lodhje mendore. Ata që harrojnë shpesh. Ata që duan parandalim, jo frikë. Për karë është zgjidhja e vetme. Për ata që kërkojnë mrekulli të shpejta. Për ata që nuk duan të ndryshojnë asgjë tjetër. Për ata që han keq dhe presin rezultate. Shëndeti nuk negocion. Për mbledhje finale. Trupi ka aftësi të jashtëzakonshme shërimi. Ushqimi është informacion për qelizat. Brokoli është një nga informacionet më të pastra. Por konsistenca është qelësi.